të gjithë ata që kanë me investu minimum popullit shqiptar në Kosovë ose në Dardani kudo qoftë që janë, kështu që nuk bën me bë dallim asnjë, këtë jena shqiptar, e vetëm e kena ne anëmik i kem Serbinë. Çdo parti janë shqiptarë, janë të njëjtë, mos e kanë idenë, orientimin e kanë ndryshe. Kështu që të gjithë janë të kënaqur. Përshëndetje, Shaib Shumaxhuni, Prishtinë, ju përshëndes juve, jetoj në qytetin Mëshillëllar, Republikën Nordrhein-Westfali, në Prishtinë kam shtëpinë të Ibrahim Krasiçi numër 50. Kështu që ne mërgjimtarët jemi të kënaqur sa përket popullit të Kosovës, mikpritja e respektit. Prej mas luftës deri me tani të gjitha partitë kanë qenë unik, në kanë respektuar, në kanë prekrahur, jemi të kënaqur sa përket mërgjimtarë, duhet të gjithë ata që kanë me investu minimum popullit shqiptar në Kosovë ose në Dardani kudo qoftë që janë, kështu që nuk bën me bë dallim asnjë, këtë jena shqiptar, e vetëm e kena ne anëmik i kem Serbinë. Çdo parti janë shqiptarë, janë të njëjtë, mos e kanë idenë, orientimin e kanë ndryshe. Kështu që të gjithë janë të kënaqur. Kështu që a do të më bëna gjitha partitë bashkë edhe me ecë Kosova për para? Të gjitha partitë pa marrë parasysh jena shqiptar, idetë i kanë ndryshe, po do të më konë bashkë, me konë unik, që faktikisht sa përket Dardanisht, përgjithësi janë çmimet e larta edhe sa përket luftës në Ukrainë, në Rusi, Iran, Izrael. Kështu që janë hip çmime të gjitha, po duhet edhe qeveria e Albin Kurtit duhet me marrë masa, jo me arrit 100 euro, po minimum rroga mesatare me kon 500 deri 1000 euro varet se bas sistemit me pas sistemin e universitetit diploma që ka që më arrit të ardhat e mos me lënë në nivel të ulët. Kështu që kretë në Evropën janë rrit çmimet, sidomos në Kosovë. 1 kilogram speca domate 5 euro, 6 euro, 4 euro për të varfër fukara është mjeri. Kështu që duhet unik, duhet me gjithë presidentin, mos me shku mos zgjidhje humbje e madhe, kështu që le të bëhen unik. Pa marrë parasysh, jo ajo partia e parit, të gjithë janë shqiptarë, janë të mirë, kanë thonë kontributin të gjithë për këtë shtet Kosovë. Juve ju përshëndes.